Bima që ka habitur mjekët, ja përse duhet të mbani aloe vera në shtëpi. Bima aloe verës është një bimë e fuqishme që ofron natyra. Bima rindëshëroj organizmin si nga brenda dhe nga jashtë. Të gjithë i dimë përfitimet që vijnë nga xheli aloe verës, por lëngu i kësaj bime ka disa veti të magjishme. Si të përfitoni lëngun aloe verës për të marrë vlerat e saj? Gjethet e bimës mund t'i ndajmë në gjysmë sipas gjatësisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sigurohuni të keni hequr cipër nga gjethet, pasi cipa e jashtme është më e rëndë për stomakun. Nxirrni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesën e xhelit që keni përfituar e vendosni në mikser dhe e punoni derisa të merrni lëngun e aloe verës, më pas filtroni lëngun dhe gati për konsum, duke i shtuar lëng portokalli, karrote ose çfarëdo lloj fruti që dëshironi. Por cilat janë vlerat shëndetësore të lëngut aloe verës? Ajo është e pasur me antioksidant. Te lëngu i aloe verës do të gjeni një sër antioksidantësh të fuqishëm, të cilët ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira, shenjave të plakjes dhe disa komplikacioneve. Aloe vera do të mbështesë edhe sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmirëson mënyrën e tretjes së ushqimit. Ajo e ndihmon stomakun të bëjë punën e vet dhe të garantojë një përmirësim më të mirë të aparatit tretës. Nëse konsumoni lëngun e aloe verës, do të arrini të zvogëloni sasinë e acideve në stomak dhe të parandaloni formimin e ulçrave. Lëngu i aloe verës përmban një sasi të lartë të ushqyesve, siç janë vitamina A, E dhe magnezi, gjithashtu dhe kaliumi. Ai mbron edhe sistemin tuaj imunitar. Imuniteti i mirë është një tjetër përfitim që vjen nga lëngu i aloe verës. Kjo fal antioksidantëve dhe niveleve të larta të vitaminës C. Do të përmirësojë edhe shëndetin dentar. Pirja e lëngut aloe verës ka ndikime të drejtpërdrejta në shëndetin dentar. Bima përmban një substancë të quajtur akamene, e cila ndihmon në forcimin e dhëmbëve. Aloe vera do të përmirësojë gjithashtu edhe dukjen e lëkurës suaj. Nëse konsumoni lëngun e aloe verës, do të keni një lëkurë më të shëndetshme, pasi lëngu ndihmon në heqjen e thatësirave dhe largimit të acarimeve dhe irritimeve të ndryshme. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është se vaji esencial ka veti të shkëlqyera për organizmin. Gjethet e kësaj bime, xheli në veçanti ofron pjesën mallore të gjitha vlerave ushqyese. Ka disa pjesë të bimës që përdoren zakonisht në përgatitjen e këtij vaji. Qytetrimet e lashta e vlerësojnë prekosh bimën e aloe verës dhe përdorin atë si një recetë kundër infeksioneve, acarimeve të lëkurës, djegjeve të tjera. Ata e quanin aloe verën bima e përjetësisë. Këshillohet ta përdorni atë edhe për të marrë vlera të duhura dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e një pasnjëshme. Bima aloe verës është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e saj. Përdorime të tilla të bimës aloe verës do të jenë një ndihmë shumë e mirë për organizmin tuaj në tërësi dhe mund të ndikojnë në drejt për së drejti në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera ka një element esencial për mbrojtjen e shëndetit. Vaji aloe verës përmban antioksidant, vitaminën C, vitaminën E, vitaminën B, proteina, minerale, polisaharide, enzima, aminoacide dhe beta-karoten. Shëndeti juaj i stomakut do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i aloe verës. Vaji aloe verës ka shumë avantazhe në shëndetin tuaj të stomakut kundër inflamacioneve të tij. Ai do të ndihmojë gjithashtu në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tuaj tretës. Ky vaj është me të vërtetë i dobishëm për të trajtuar sindromën e zëurës së irrituar, konstipacionin, refluksin, acidit dhe të tjera. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër konstipacioneve, irritimeve e të tjera. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni këtë bimë të veçantë në recetat tuaja. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër shenjave në lëkurë. Ky vaj do të përshpejtojë procesin e shërimit të lëkurës dhe do të parandalojë formimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mundet të lehtësojë zgjerimin e kapilarëve duke mbajtur lëkurën më të bukur, më të shëndetshme dhe më të plotë. Përdorime të tilla të kësaj bime do të jenë një ndihmë shumë e mirë në përditshmërinë e recetave tuaja.
Vaja aloe verës është i mirë gjithashtu edhe për sistemin tuaj imunitar. Vaja aloe verës përdoret për të trajtuar dhe për të mbajtur nën kontroll problemet që i kanosen imunitetit tuaj në të rësi. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë më të plota. Aloe vera ndihmon gjithashtu edhe në përdorimin e një deodoranti. Vaja aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund të përdoret si deodorant natyral për të larguar kështu aromat e këqija të trupit tuaj në përgjithësi. Për më tepër, ky vaj do të mbajë nën kontroll problemet me djersitjen e tepërt. Atë mund ta aplikoni direkt në zonën e trupit që djersiteni më shumë dhe ta përdorni gjithashtu edhe si një spërkatës për lëkurën. Është mirë që të përdoret me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet të mirëbërëse për shëndetin dhe organizmin tuaj në të rësi. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime të rëndësishme si në shëndet ashtu dhe në bukuri. A i dini se aloe vera përmirëson edhe shëndetin e lëkurës dhe parandalon krijimin e akneve, ose përdorimi i lëngut të saj mund t'jeti dobishëm kundër inflamacioneve të trupit. Gjithashtu shërben për të parandaluar problemet të caktuara të lëkurës që ka në veti shumë të mira antimikrobike dhe antioksiduese. Kur mendoni për aloe verën, gjëja e parë që u vjen ndërmend është përdorimi për të zbutur dhe lehtësuar djegjet nga dielli. Megjithatë, kjo bimë ka që pasur me lëndë ushqyese përdoret kudo në botë në rast se keni ndryshime të shpeshta në shëndetin tuaj. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë problemin e radikalive të lira në organizmin tuaj. Do të neutralizojnë gjithashtu këto shqetësime dhe do të përmirësojnë shëndetin tuaj në të rësi. Bima aloe verës është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe bëheni pjesë të recetave tuaja. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrore që kërkon trupi i njeriut, sidomos në luftën kundër problemeve të ndryshme që i kanosen atij. Përfitimet të tilla të kësaj bime do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit, ndaj përdoreni atë për të marrë këto vlera. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë përfitime të mira edhe në shëndetin tuaj të lëkurës, të mbajë larg inflamacionet e saj dhe të reduktojë gjithashtu problematika të ndryshme. Përdorimet të tilla të aloe verës do të luajë një rol të mirë ushqyes për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë shumë e mirë në luftën kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, ajo ka një rol kryesor në produktet e bukurisë. Aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrnat natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera mund të paksojë gjithashtu problemet e lëkurës. Aloe vera përmban shumë enzima të cilat janë veçanërisht shumë të mira në luftën kundër paksimit të inflamacioneve. Shtimet të tilla të kësaj bime në përditshmërinë tuaj ditore do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre inflamacioneve. Ndaj, përdorimet e aloe verës mund të jenë gjithashtu zgjidhja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë përfitime të mira edhe në aspektin tuaj shëndetësor. Ajo mund të rregullojë gjithashtu edhe qelizat tuaja nga dëmtimet e mundshme. I ftehti shpesh shkakton probleme dhe acaron shëndetin tuaj të lëkurës, dhe përdorimet të tilla të aloe verës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë për lëkurën tuaj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të nxjisë një mbrojtje të mirë të organizmit dhe të lehtësojë komplikacionet e saj. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe për rritjen e shëndetshme të flokut. Aloe vera mund të ndihmojë në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur kështu qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Rezultatet të tilla do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj. Enzimat përbërëse që japin aloe verës mundësinë që të jetë një lëndë dobishme për balancimin e pH-it në kokë. Gjithashtu ajo është një ndihmë fantastike ushqyese për rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Përfitoni nga rasti dhe shtoni aloe verën në të mirë të shëndetit tuaj, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.